Në historinë e njerëzimit, si në historinë e kombëve, ka momente kur koha duket sikur ndalet dhe një popull përballet me vetveten. Janë çaste të rralla kur historia nuk rrjedh më si një vazhdimsi e zakonshme e ditëve që koha si mban mend, por përqendrohet në një provë shumë të madhe morale. Këto prova të thella morale shtrojnë një dilemë sa të thjesht, aq edhe të rëndë për shumë gjenerata. Dilemën dhe pyetjen se për çfarë është një popull i gatshëm të jetojë dhe çfarë është i gatshëm të sakrifikojë. Në ato çaste, popujt nuk matën më me numra, nuk matën as me territore, edhe më pak me forcë luftarake. Ata matën me shpirtin e tyre, me gatishmërinë për të mbrojtur atë që konsiderojnë të shenjtë, më të shenjtë se sa veten e tyre. Dhe në ato çaste vendimtare, historia kërkon njerëz që janë në lartësinë e saj. Njerëz që kuptojnë se jeta e tyre nuk u përket më vetëm atyre, por është destinuar për një fat shumë më të madh kombëtar. Ata janë njerëz që ndoshta lindin si gjithë të tjerët, jetojnë si gjithë të tjerët, por që në momentin e provës epokale ngrihen mbi frikën, mbi instinktin e mbijetesës që mund ta kemi secili prej nesh, dhe bën bartës të një përgjegjësie shumë më të madhe se vetjeta e tyre. Pra thënë shkurt, sakrifikohen. Tani sakrifica është akt madhështor, në fakt është akti më madhështor që qenia njerëzore në tokë, por dhe raportin e saj me hyjnorën, pra me vetë Zotin, arrin të ndërtoj. Sepse sakrifica nuk është vetëm akt i luftës, ajo është një filozofi e vetjetës. Në këtë kuptim, sakrifica nuk është humbje. Ajo është një formë e rrallë e krijimit. Sepse përmes saj lind kuptimi më i thellë i një populli për vetveten. Një popull e kupton se kush është jo vetëm nga mënyra se si jeton, por edhe nga ajo për të cilën është i gatshëm sakrifikoj. Dhe pikërisht këtë, kuptimin për çfarë jemi të gatshëm të jetojmë dhe çfarë jemi të gatshëm të sakrifikojmë, atë dilemë të madhe morale na mësoi dhe zgjodhi një familje shqiptare, familja Jashari, në marsin e vitit 1998 në Prekas. Ata na thanë, ne jemi të gatshëm të flijohemi dhe nëpërmjet këtij akti na krijuan ndërgjegjen kombëtare për luftën tonë çlirimtare. 28 vjet më parë, me thirrjeve monumentale të brezave në histori, në këtë familje shqiptare, në familjen Jashari, Adem Jashari, Hamz Jashari, Shaban Jashari dhe 56 anëtar të tjerë të familjes, të afërm e bashkëluftëtar, ranë në altarin e lirisë, duke dhënë vendit jo vetëm një histori sakrifice, por edhe një thirrje nacionale për përmbushjen e një rrugtimi që s'mund të ndalej më. Ademi, jo vetëm për nga emri, si përshkrim i një udhëzimi të marrë nga Zoti, por edhe nga akti, është njeriu i parë. I pari që bëri hapin në një rrugë që nuk e shete askush. Ndonë se kur flasim për Ademin, pra për të parin, shpesh ndalemi të momenti ti fundit, të betejë, të rrethimi, të sakrifica, duhet të kuptojmë se figura ti si pasqyrë e popullit ti nuk fillon aty, nga fundi pra, përkundrazi. Njerëzit që bën figurat historisë nuk lindin në çastin e fundit të jetës tyre. Ata formohen gjatë, më heshte, njerëtën e zakonshme të përditshme, mënyrën se si e shohin vendin, botën, dhe si e kuptojnë kohën e tyre. Adem Jashari, para së gjithash, një njeri i një vendi të shtypur, ishte një njeri një toke jo të lirë, i një shtëpie shumë fisnike dhe një familje me një kujtesë të trashëguar. Në botën e përditshmërisë së tij, aty ku rrofimet për qëndresën e brezave të mëpashëm përzieshin me jetën e përditshme të brezit të tij, historia nuk ishte diçka e largët. Ajo ishte një prani e vazhdueshme, por natshme, mes një ode të një kulle me plot meq. Muna atë prani të vazhdueshme e të përnatshme u krijua dhe Ademi, jo si legjendar, por si nismëtar e një hapi të madh, pra si i pari. Adem Jashari nuk e mësoi dashurinë për vendin si një ide abstrakte, ai e mësoi si një ndjenjë, si lidhje me tokën e të parëve të tij, me njerëzit e tij dhe me pragun e shtëpisë. Prandaj vendimet e tij nuk ishin vendime të një ideologjie, ishin vendime të një ndjenje të thellë për atë që është e drejtë. Sepse në çdo kohë të vështirë ka shumë njerëz që ndjejnë padrejtësinë,
shumë njerëz që duan lirinë dhe shumë njerëz që e presin një ditë mirë, por vetëm disa e marrin për vete barën për ta filluar atë ditë. Adem Jashari ishte njëri prej tyre, pra ishte i pari. Në këtë kuptim, Ademi nuk ishte vetëm komandanti një grupi luftëtarësh, ai ishte një njeri që kishte vendosur se një epokë kishte përfunduar dhe një epokë tjetër duhet fillonte. Ai ishte ndër ata njerëz që ndjejnë ardhin e historisë para se ajo të shpërthej. Thënë shkurt, thënë shqip, ai do të shkruante këtë histori me aktin e vet. Edhe në këtë shkrim historie, të mos harrojmë se Ademi, si i pari, nuk ishte vetëm një figurë luftarake ushtrie. Para se të ishte komandant, ai ishte bir, ishte vëlla, ishte bashkëshort dhe mbi gjitha ishte baba, ishte prind. Ishte njeri i një shtëpie ku jeta vazhdonte si çdo familje tjetër, me fëmijë, me zëra dhe me shpresë për të ardhmen. Dhe ndoshta pikërisht këtu qëndron mashtia e tij, diçka që duhet t'u mësojmë secilës brezni, përfshirë dhe kësaj timës, sepse sakrifica nuk ishte vendimi një njeriu që nuk kishte çfarë të humbiste. Ishte vendimi një njeriu që kishte gjithçka që një njeri mund të ketë në jetë. Familjen, fëmijët, vetjetën. Dhe vendosi t'i jap të gjitha për ne. Dhe atë duke kënduar. Tani kënga tek shqiptarët lind në momentet më të rënda dhe në momentet më të mëdha. Ajo është mënyra se si një popull i thot botës se nuk është hyer, se shpirti i tij është i lirë. Në këngë shqiptare, shqiptarët kanë ruajtur kujtesën e tyre, dhimbjen e tyre, por dhe krenarinë dhe shpresën për të nesërmen. Prandaj kur një shqiptar këndon, në momentin e fundit, ai nuk i këndon fundit i. Ai këndon jetës që vazhdon, brezave që do të vinë dhe lirisë që ende nuk ka arritur, por që tashmë është destinim historik. Dhe Adem Jashari, i pari, në ato qaste, po i këndonte pikërisht këtij destinimi historik. Ai po i këndonte një fillimi të ri, një fillimi për popullin e tij, për fëmijët e tjerë të këtij vendi, jo të tij, e të familjes së tij, dhe për Kosovën që do të lindte e lirë nga ajo sakrificë. Dhe kjo thirrje natyrisht u dëgjua në gjithë Kosovën, ajo bë motiv i djemve vajzave të ushtrisë shërimtare të Kosovës, që në rreshtimin më të madh historik të vendit u sakrifikuan në vetë themelin e shtetit tonë të ri. Komandanti i rënë i tyre kishte lënë djegës që do t'i ndërtonin historitë më të bukura të vendit tonë. Kjo thirrje tyre u dëgjua edhe në përbot, me aselatëve tonë, që në orët tona më të rënda na u gjendën në krah, sepse Adem Jashari, familja e tij, siç dhe thoshte presidenti Ibrahim Rugova, po e mbronin pragun e shtëpisë. Dhe në gjithë shenjtërinë e mbrojtjes së pragut të shtëpisë, qëndronte edhe bindja kokfort e një populli të tërë për të kërkuar lirinë dhe vendin e barabartë mes popujve të tjerë në përbot, me çdo çmim. Një popull që e do lirinë, siç e donte Adem Jashari dhe familja e tij, do ta fitonte atë një ditë. Prandaj dhe e fitua. Thirrja e Jasharajve vazhdon të dëgjohet edhe sot. Ajo na kumbon edhe sot, edhe në këtë sallë, edhe në këtë seancë. Ajo na vije si rikujtimi për ditëshëm i obligimit tonë për vendin që kemi, barrën e trashëguar nga të tjerët para nesh, e trashëgëminë e domosdoshme që duhet ta lëmë tek të tjerët. Ajo na vije si thirrje për bashkim të brendshëm, për atë dashuri të pashtershme e për angazhim të mbar e të drejtë në çdo veprim tonin. Këtë liri, këtë shtet të ardhmen si mosi e kemi si trashëgimi të shenjtë dhe të shtrenjtë të ndërtuar nga burrat e gratë më të mëdhenj të kohës. Ta merimtojmë këtë trashëgimi secilën ditë, sepse liria nuk është vetëm fitore e një dite historie, ajo është një përgjegjësi e përhershme e çdo brezi, çdo gjenerate, dhe çdo gjenerat matet jo vetëm nga ajo që trashëgon, por edhe nga ajo që ndërton mbi atë trashëgimi. Jasharajt na lanë një amanet madh, ta duam këtë vend pa kushte dhe ta mbrojmë atë me nder. Kjo amanet nuk kërkon heroizma të mëdha secilën ditë, janë kryer, por kërkon dëshmëri në shërbim, drejtësi në vendime dhe përkushtim të sinqert për Republikën tonë. Sepse shteti që kemi sot është fryt i sakrificës më të lartë njerëzore dhe për këtë arsye ai duhet mbetet gjithmonë në lartësinë e kësaj sakrifice. Baca Arifat, qëllimi i shuarjes së trungut tuaj familjar, më shumë se një qerek shekulli më parë, ishte qëllimi i shuarjes së vetë popullit shqiptar në Kosovë,
Qëndresa e juaj atëherë ishte rilindje e jona kombëtare. Rilindja juaj sot, mes brezave të ri, pasardhës të jashareve, është shëndresë e jona që na mban përpara. Le të rritet kjo shtëpi e madhe e juaja secilën ditë, pa që gjithë fatin e botës, ju, fëmijët e Kosovës dhe Republika jonë e përhershme. Zoti e bekoft familjen Jashari, Zoti i bekoft gjithë të rënët në altarin e lirisë. Lavdi, ju falemnderit. Tani e ka radhën deputeti Artan Aslani nga grupi multietnik.